Çmimi prej 25 lekësh për kilogram I rushit është tepër I ulët dhe nuk arrin të mbulojë as kostot e prodhimit për veshtarët e luarit në Roskovet. Dikur kjo zonë numëronte rreth 50 vreshtar, ndërsa sot numri I tyre është përgjysmuar. Beqo Toska, kultivues prej 25 vitesh, pohon se nga 1 hektar që posedonte dikur, sot sipërfaqja e mbjell me rush arrin në 2 dyny me gjysmë. Ai thotë se mungesa e tregut ndër vite ka bërë që tonelata të tëra me rush të kalben, duke u shkaktuar fermerëve dëme të pallogaritshme financiare e duke I detyruar shumë prej tyre të braktisin vreshtat e t'i kthejnë këto sipërfaqe në ullishte. Prodhimi I së vjetshëm është mjaft cilësor, thot fermeri Toska, por treg nuk ka. Në çdo vit kisha 1 hektar vresht këtu, edhe ula për të në ajo që nuk shkonte prodhimi. S'kishte as çmim as gjë. Edhe na ngelën ja këtu, siç e shikoni vetë në këtë zonë këtu të vreshtit tim, ka ngelur rushi këtu e shkalbur. E shkalbur në vetvete, në ardhit. Edhe nuk ka pasur çmim, s'ka njëri ta mirë. Edhe shteti nuk ka në dorë, far, pas gjë. Mbi 25 vjet, ka qenë që te ka qenë vresht, edhe këtu janë arët. Edhe janë arët këtu janë vresht. Vresht e kam pasur, edhe këtu janë arët. Sipërfaqen e kam lënë tash 2 dyny me gjysmë. Vetëm e kemi prishur vetëm në ajo që nuk I çmim. S'kishte as I gjë, nuk apo s'vite njëri fare çak e mill, çak e ber. Pas gjë, asnjëherë. As edhe një. Kemi aplikuar neve dhe janë tallur me ne. Nuk na ka dhënë asnjë. Kanë ardhur kot, kanë ardhur janë tallur. Mirë pas rushi, shumë mirë. Puno. Edhe këtej e lën prodhimin këtu. Shumë I mirë duket. Gjithashtu I mirë duket prodhimi, por s'ka as nuk shikojmë njëri të vinë na marrin 1 kg rush. Thot, dua 2 kujtale, dua 1 kujtale, dua 5. S'ta ka njëri. Ja që e shikon rushi këtu është. Çmimi është për tok 250 lek, 300 lek tallën. Çmimi duhet të ishte mbi 500 lek, 600 lek, 700 lek ishte I rushit. Qa shese vinje mani... Apo raki e bërë? E bejnë, kuj ngele aty me raki këtu... Qa di bejnë, ta e qyte. Ta prish, qa dua? Qa dua? Unë vetëm me gruan jam shpi. Kalamajt janë andej. Për lipit coba buke. Po na prun ata mirë, sta prun? Frimë syt dhe këtej. Zonë e njofër edhe zonë me... Që shikoni vetë me hardhi, edhe me ullinjë dhe tërë. Edhe nuk vetë do njëri fare. Po mbi 50 fet me... Sa sot ka ngelë, po të thoq edhe gjysma, gjysma themuna, po më pak do t'jetë në 25, më pak. Kushtet po, në marsi kur qeli hardhia here, ranë 2 herë bryma, edhe na u priste do kishte ngarkesën më shumë ky. Ajo hardhi që kishte qelur, na u thane, dhe ajo që ishte me sythi fjetur I themin e ishte pas bërthyr, atë kemi që ka ngarkesën e. Kush do ndihmojmë? Po kush do më ndihmojmë? Kush është ai që ndihmon? Ndërkohë mes fermerëve të pashpres të kësaj zone, 2 vëllezrit Mitat e Landi Shusha janë ndër të paktët kultivues të cilët e kanë gjetur tregun me shoqërinë e tyre, duke shitur jo vetëm raki, por edhe ver, teksa theksojnë se është pikërisht mungesa e fuqisë punëtore ajo që I pengon të shtojnë sipërfaqet e mbjella me rush. Është shumë I mbar. Koha ka qenë shumë e favorshme. Disa vende në kohën e lulëzimit bëjnë 2-3 ditë ftohtë dhe u prish, po si neve për shembull ka qenë shumë I mbar, nuk na u dëmtua na ftoma. Dhe e kemi prodhimin shumë të mbar. Dhe ne me shitjen jemi, sidomos I vjet ka treg që kërkohet me çmim të lartë, por ne e kemi hequr gjithmonë me shoqëri me shuja rushin gjithmonë. Si vjet 6-7 sheshi bar, sheshi zi, kurse muskati ka vatu 8 dhe 1000. I justifikon kostot e prodhimit? Po, jo, ne bëjmë raki dhe verë, se jemi të lidhur me një që e tregtojmë raki dhe na jo. Dhe kemi leverdin tonë që ta shesim raki. Si vjet, prodhimi është shumë I mbar, edhe ka qenë një kohë si vjet na ka ndihmuar për rushin, I kemi bërë punën, jemi të kënaqur, deri sot, ja, si që shikoni edhe vetë, rushi duket, kemi 2 lloj rushi, kemi merlot, kemi dhe mushkat, ja me këto. Tregu si vjet ka qenë, çmimi ka qenë I mirë, ndaj viteve të tjera ka qenë më I lartë. Si vjet ka arritur na 6 deri në 8. Na 600 lek deri 800 lek. Sa ishte vitin kaluar? Vitin kaluar ka qenë nga 4 deri në 6. Po ka ndikuar,
Unë them ka ndikuar se njerëzit rreshtat i kanë paksuar, i kanë kthyer në ullinj. Kush e ka mbajtur them unë dhe koha dhe që po bën thatësire madhe, do qik edhe fuqi punëtore vreshti, nuk është si ulliri, do spërkatje, do frezimin, do punimin, do krasit e ka shumë punë. Tani për tani, me këto që kemi, themi, kismet, më mbrapa se që do bëhet. Sa dënym keni? Unë kam 4 dëlym. 4 dëlym. Po them, t'i shtoj edhe 1-2-3 dëlym. Vetëm naftën. Po kemi se ne bujku ati e ka sytë të shteti. Po në ndimoj shtetit do bëjmë ne para, po së ndimoj, unë si vjetë me 4 dëlym, them të 50 kujtal. Zonë e Luarit, mund të ketë një 50 fermer, them unë, që mire në rushin. Të gjithë arrin që ta tregtojnë prodhimin? Po tani, kujt i leverdi se bën raki, kujt i leverdi se tregton e shet rush. Vine marin. Por që stok nuk mbetet? Jo, si vjet jo. Përballë kësaj situate, ata kërkojnë më shumë politika mbështetëse nga shteti, pasi nuk mund të mbeten në dorë të fatit. Luari është pjesë e projektit 100 fshatrat, projekt që në fakt duhet i shërbej turizmit duke parë me prioritet promovimin e produkteve të zonës, si dhe shitjen e tyre në treg, thonë fermerët.